Po nuk e dini pse jeni, kush ju pagu? Zënë Radinaj, le ta krym toka. Çka ka kryte me si bërlova. Sultani nuk ka mujt, sultani me forcat e veta, me ushtritë e veta, bashkë me Mark Milanin e me krejt ka mujt me lëshun rraf. Mos e harroni këta, nuk jam qatë që hup sa që dokna. Cari Rushisat e gojës ka mujt me rrun rraf. E po shkallit tjetër, as një gerëm si e këti ligji, para ju që keni blokoni shtetat, leni pa liberalizim, leni pa krejt. Ramu Sharadini, komendanti Leshit. Kuvendi emiratoi ligjin numër 06/060 për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror mes Republikës Kosovë dhe Malizis. Sa do vështirë që ka me qenë, sa do vështirë që ka me qenë, e ta manë e men, me i rujt kufit e Kosovë 17 shkutit, ju siguroj që s'ka kush me i prek, s'munet kush me i prek. E bëj thirrje presidentit tonë, zotit Taçi, që mos menon që e mashtron mo Kosovën as me korrigjim të lehtë. Pra s'ka korrigjim. E nëmën korrigjimit me na lujt lojen qysh na u ka lujt me Malizis. Nuk ka budall mo, nuk ka budall mo. Dihena kanë befasu, s'mujnë mo. Ja kem pa hajrin korrigjimit me Malizis. E ta shidim hilet. Nuk mune dikosh mo me na lujt lojen. Nuk mune dikosh mo me na lujt lojen. Bëra dhe qini shumë mirë dhe që daj. Asë një problem që do. Është i zotin shpis, që është ajone. Është i zotin shpis, që është ajone. Unë Ramosh ta fali që e të follove bugjetin e Kosovës. Po nuk ta fali kur që ndrove qëndrimin ndaj demarkacion në Malezi as shpejt. Sa ishë në opozit, i gjujtë e hardat, hava dhe skisat dhe bërtit e fuqishëm, ky kufi nuk bërë të votohet. Dhe po sa u bërë e kryeministar, i ktheva të harta dhe me tetin vrullë bërtite, ky kufi do të votohet. Vetë se nuk e votoj, e rujt i ftyrën e vetë se to dy vishtë aftyrë, për Kosova humbi 8.000 hektar to. Tora moshtë me të falë.